përfitor sot? Vlera e paras, vlera në këmbim të paras. Çfarë përfiton shoqëria shqiptare nga miliarda euro në koncesionet të tipi? Çfarë përfitoi shoqëria shqiptare nga 180-190 milionë euro tunelit Llogaras? Kursim kohe vetëm 20 minuta? Kjo qënka? Po e dini që gjithë bregu i jugut është pa infrastrukturë të ujit të pishëm, të energjisë elektrike, mbetjet digjen, turizmi është përfaqet zezë. Dhe një ekonomi dhe një njeri që bën llogari, kur e kanë shpinën e vetë, di ku t'i shpenzoj. Unë kam 190 milionë euro, ku do t'i çoj? Ku do t'i çoj për para? Të gjërat e domosdoshme apo të gjërat e luksit për të kursyer 20 minuta kom tunelin e Llogaras e për dalë tek vilat dhe te fshatrat turistik me një herë. Që ata që nisën në Tirana mos kenë kohë as të presin. E pra, kjo është logjika e të gjitha gjërave që kërkuam, por për fat keq nuk e morëm. Kërkuam gjithashtu, edhe sipas gjetjeve të vetë Kontrollit Lartë Shtetit, një auditim tematik të pastër për atë që është sot problemi